Tashmë 9 muaj, autobusi i linjës së 81 as edhe njëherë nuk ka udhëtuar drejt e fshatit të Bllacë dhe Anasjeltës. Mungesa e transportit publik në këtë fshat po lë pa mësim nxënësit të cilët të mësojnë në shkollat e mesme të Shkupit. Në mungesë të autobusit, nxënësit e thanë se po humbin orë dhe ditë të tëra nga procesi mësimor, duke krijuar mungesa të panumërta. Si që rrëfejnë ata, pavarësisht që biletën e autobusit e kanë falas, të njëjtën kur nuk e kanë shfrytzuar. S'ka ndodhur, të më thonë asnjë rast i vetëm që kena mujt me shfrytzu me orën, të më thonë autobusi asnjëherë asnjë ditë vetëm nuk ka ardhur, na kanë detyruar me çka kena mujt me në shkollë, mos me bë mungesa. Në shumë janë mungesa, të më thonë, po nuk ka faj të na, është faj të ndërkohë. Na mundohu mi përmisu, mi rrit ana orë, po problem. Është shumë e vështirë se s'mujmi me udhëtu, dhëtë me thirr najt familjes që për me arë në shkollë, mos me marë mungesa. Kisha dash shumë edhe unë si shokët e shoqët që me ardhë në shkollë rregullisht, me mësu, me pas nota më të larta, po bashka ku transportit kemi nota do të mungesa. Pjesa më e madhe e nxënësve të fshatit të Bllacë mësojnë në gjimnazin Zeflush Marku në Shkup. Mësimdhënësi Faruk Rexhepi tha për Alisate se situata po ndikon negativisht në psikologjinë dhe zhvillimin e nxënësve. Shifen, na kur thëna për humbjen, na gjithmonë na shkon mendja te humbi orën e parë, humbi orën e dytë. Na duke mos i llogarit pasojat ta humbjet psikologjike. Por do minimumi është 60 nxënës, po llogaris 15 nxënës vitin e parë, 15 vit dytë, vit tretë, vit katërt, 60 minimumi është, mos ti përfshim ato që kanë rregull që udhtojnë për fshatin Bllacë. 90% e tyre mund të hap me edhe ditarët elektronik që do të vresh se mungesa kanë. Normal që të arsyeshme, po secili do të kenë bëni që mungesa të arsyeshme. Përveç nxënësve të Bllacës, mësimdhënësi Rexhepi tha se humbje të mëdha pësojnë edhe nxënësit e lagjeve dhe fshatrave të Shkupit, të cilët për të mbërritur në shkollë shfrytëzojnë transportuesit privat, më saktësisht linjat e autobusit 9 dhe 19. Sipas së drejtuesve të gjimnazit Zeflush Marku, rreth 20% e nxënësve të kësaj shkolle mungojnë në orën e parë të mësimit si rezultati i mungesës së transportit publik dhe privat. Ministri i Arsimit Vesna Janevska tha se për herë të parë është njoftuar me këtë problematik, duke paralajmëruar se do ta shqyrtojë këtë çështje me qytetin e Shkupit dhe ndërmarrjen qarkulluese publike.